Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve të orës 17 në RTK. Ka dështuar edhe përpjekja 7 për konstituimin e legislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës. Kandidatja vetëvendosjes Albulena Haxhiu sërish nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentare. Nga 109 deputet sa morën pjesë në votim, ajo mori 57 vota, ndërkaq 41 ishin kundër dhe 3 abstenuan. Me këtë rast, kryesuesi i Kuvendit, deputeti më i vjetër Avni Dehari ndërpreu punimet e seancës, duke e thirrur atë për ditën e marrëdhënë nga ora 10. Lëvizja vetëvendosje edhe njëherë i theksoi se nuk kanë kandidat tjetër për krye kuvendar përveç Albulena Haxhiut. Ndërkaq forcat e tjera politike, PDK, LDK dhe AK kanë deklaruar se propozimi i një kandidati tjetër për krye parlamentar dhe jo e Albulena Haxhiut mund të jetë zgjidhja për dalje nga ngërçi në kuvend. Ne sot e pa me gjithatë një progres, pa një ndryshim, që tek votat kundër pati pra një rënje. Herën e kaluar kishin qenë 46 vota, kurse sot i patëm 41 vota. Shpresoj dhe uroj, pra në mënyrë që të mos kemi këtë betejën e çdo 48 orëshe ku duhet dalim këtu dhe të vim të deklarojmë se pse dështoj dhe kush e ka fajin, shpresoj dhe uroj që këto vota pra që sot nuk ishin kundër, të bëjnë hapin e radhës dhe deri në seancën tjetër, pra të marrin përgjegjësinë që u ka dhënë qytetari, të mos refuzojnë mandatin e tyre dhe të votojnë për konstituim të kuvendit. Është absolutisht e pakuptueshme që edhe herën e 7 vim këtu me mandatin qytetar për t'i dhënë vendit institucionet e reja që burojnë nga verdikti i qytetarëve në zgjedhjet e nënshkurtit, por insistimi arbitrar i vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po e pamundson që të lëvizim nga ky pozicion. Andaj edhe sot, ftesa ime është e njëjtë siç ka qenë ditën e parë. Ndrojeni kandidatën, kërkoni një kandidat që merr besimin e shumicës së parlamentit, sepse përndryshe vërtet është e papranueshme, është edhe e turpshme dhe mbi të gjitha është dëmtuese për vendin tonë. Është sot herë që për zonjën Haxhiu ka vetëm 57 vota dhe keni pas sa herë që vinë eksponent televizjes vetëvendosje deklarohen që mbase partitë opozitare kanë reflektuar. Unë për tjerët nuk mund të flas, falen ata vetë, mirë po mund të them në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës që ne nuk kemi vot për Albulena Haxhiun, por as edhe për ndonjë kandidat tjetër. Andaj ne kemi bërë qartë që institucionet konstituohen me marrëveshje politike dhe siç po e shohim, pavarësisht rezultatit e votave, lëvizja vetëvendosje insiston që t'i marrë të gjitha institucionet, të gjitha pozitat, mirë po pa e pasur shumicën dhe një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. Këto vota po përsëritën, domethënë ky 57 vota të famshme të Albin Kurtit, që do të thotë kaq vota i ka edhe për qeveri, po qëllimshëm me kandidatën e propozuar për kryeparlamentare, po don ta bllokoj situatën në Kosovë. Kjo është një realitet. Ata s'kan bërë asnjë lëvizje, sepse nëse do kishin bërë ndonjë angazhim për sigurim të votave, s'paku ndoshta kishin mujt me siguru edhe një vot, edhe me bën një ndryshim për një vot. Rezultati po përsëritet në vazhdimsi dhe unë po mendoj që këta qëllimshëm po e bën me kandidatën e propozuar, sepse me sa e dëgjova edhe nga parti tjera, ndoshta ka kandidat tjetër, i cili do i kishte marrë votat e deputetëve të tjerë, ndërsa këta duke e parë që zonja Haxhiu nuk i ka votat, po përsërisen me qenë si kandidate për kryeparlamentare zonja Haxhiu dhe kjo po bëhet me qëllimin e bllokimit të konstituimit të kryesisë së kuvendit dhe zgjedhjes së kryesisë së kuvendit në fakt nën kryetarëve, po edhe kryetares së parlamentit. Në Kosovë sot po shënohet 27 prilli, dita kombëtare të zhdukurve nga lufta e fundit 1998-1999. Presidentja Vjosa Osmani ka përkujtuar masakrin e Mejës si një ndër plagët më të thella të Kosovës. Ajo tha se çdo person i zhdukur me dhunë gjatë luftës është betim për drejtësi. Tutje Osmani theksoi se mbetet gjallë shpresa për një të ardhme me më shumë drejtësi. Në shënim të kësaj dite dhe kryeministri ndërheqë Albin Kurti ka bërë homazhe në memorialin e të rëndëve në Mejë, si dhe ka vendosur kurora lulesh pranë monumentit personave zhdukur përballë kuvendit të Kosovës. 26 vjet pas luftës, në Kosovë ende nuk dihet për fatin e mbi 1600 personave.
Të zhdukurit nuk janë vetëm plaga jonë individuale, ata janë plaga jonë shoqërore. Në këtë drejtim nuk mund të ketë normalitet pa vendosjen e drejtësisë në vend. Kështu ka deklaruar në ditën e të zhdukurve kryesuesi i Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur Andin Hoti, i cili bëri omazhe tek monumenti i personave të zhdukur. Zhdukurit dhe plaga jonë nuk është individuale, por është një plagë që prek gjithë shoqërinë tonë. Është një plagë që nuk mund të ketë normalitet, siç kam thënë edhe herë tjera, pa u zgjidhur, pa u treguar vërteta dhe pa ardhur drejtësia në vend. Të zhdukurit nuk mund të shërohen si plagë vetëm me kalimin e kohës. Kjo plagë do të shërohet vetëm atëherë kur drejtësia do të vijë në vend, vetëm atëherë kur e vërteta do të tregohet familjeve. Siç e dim tashmë dhe që po e potencojmë që disa herë, zhdukjet, vrasjet, apo edhe dërgimi i trupave me frigorifer dhe pajisje ndryshme në përvarreza masive në Serbi nuk janë thjesht akte lufte. Ato janë krim kundër njerëzimit, ato janë gjenocid i pastër, dhe ato janë një lloj krimi që në fakt bota e sotme nuk është që e sheh shumë, nuk është që e sheh shpesh herë. Prandaj ky krim duhet të ketë drejtësi dhe fatkeqësisht ne këtë drejtësi ende po vazhdojmë me kërku edhe te instanca ndërkombëtare dhe kudo që ne mundemi. Në 26 vjetorin e masakrës së Mejës ka kujtuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Abdigjiku tha se Kosova vazhdon të rras për drejtësi dhe zbarën e fatit të 1617 qytetarëve të zhdukur në luftën e fundit. Çmimi i lirisë Kosovës ka qenë çmimi i vetjetës, sikurse i 376 civilëve të Mejës, ka shkruar Abdigjiku. Edhe kreu i AK-s Haradinaj ka bërë homazhe ndërim viktimave të masakrës së Mejës, dëshmorëve e martirëve të Skivjanit si dhe dëshmorëve të Preljepit. Ai tha se fal gjakut të dëshmorëve dhe martirëve të luftës heroike të UÇK-s dhe ndihmës së botës së lirë NATO-s së udhëhequr nga SHBA-t, Kosova sot jeton e lirë në shtetin e saj. Në Kosovë është mbajtur meshë solemne për shpirtin e Papa Franceskut. Aty morën pjesë personalitete vendore e ndërkombëtare, me këtë rast u vlerësua lart roli dhe kontributi i Papës, i cili u varros dje në kishën e zonjës së madhe në Rom. Imzot Dod Gjergji tha se Papa Francesku ishte dhuratë e çmuar për kishën dhe mbar njerëzimin. Ne do të kthehemi sot te lutja jonë për shpirtin e Papa Franceskut, sepse këto ditë kisha ka humbën mbariun e vetë, të dashtun, të varfënit, e kanë humbën një zamë bështetës për mbrojtjen e tyne. Bota ose në botë është shu britma e fuqishme e Papa Franceskut për paqen në botë. Papa nuk e shifte këto dy virtyte për vitenin dhe thjeshtësin sikur një model që do të t'ia afronte botës, por si një dëshmi e gjallë e një besimtari se si duhet të trajtoj pasurin që i ka dhënë Zoti, sido që t'jetë ajo pushtet, dije apo pasuni. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Një person ka humbur jetën në një vet aksident të ndodhur në orët e para të ditës së sotme në Vogov të Gjakovës. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n Sheremet Eleza, i zëdhënësi policisë për këtë rajon. Ai tha se 3 personat e tjerë janë lënduar dhe janë dërguar për trajtim mjekësor. Ndërkohë 2 personat e tjerë kanë mësuar lëndime trupore si pasojë një aksidenti në mes të një veture dhe trenit në Prishtinë në mëngjesin e sotëm. Siç ka njoftuar policia e Kosovës, rasti ka ndodhur në rrugën Ramez Cernica në orën 7:30 të mëngjesit, ndërsa në vend të ngjarjes ka ndalë një sija e hetimeve të trafikut rrugor dhe përgjegjësit për aksidente akullore, të cilët kanë kryer ekzamenimet dhe shikimin e vendit të ngjarjes. Së paku 9 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar në Kanada kur një automjet hyri në një zonë ku po zhvillohej një festival Filipinas.
Disa njerëz kanë vdekur e shumë të tjerë u lënduan në qytetin perëndimor të Kanadas, Vancouver, kur një automjet goditi turmën në një festival të rrugës Filipinas, njoftuan autoritetet të shtunën. Policia tha se po hetonte incidentin me viktima masive dhe se kishte arrestuar një burr 30 vjeçar nga Vancouveri në vendngjarje. Në një konferencë për media në mesnatë, policia tha se i dyshuari ishte i njohur për ta, pa dhënë më shumë detaje, i cili fillimisht ishte kapur nga njerëzit në vendngjarje. Incidenti ndodhi pak pas orës 8 të mbrëmjes, ku po zhvillohej festa e ditës Lapu-Lapu, që feston një hero kombëtar Filipinas. Kryeministri kanadez Mark Carney ka reaguar duke shkruar në X se është prekur nga ngjarja e rëndë. Kryebashkiaku i Vancouverit Ken Sims dhe kryeministri i Kolumbisë Britanike David Abbey postuan komente të ngjashme. Një dëshmitar i ka thënë CTV News se pa një automjet të zi që po ecte në mënyrë të çrregullt në zonën e festivalit, pak para se turma të përplasej. Jagmeet Singh, udhëheqësi i Partisë së Re Demokratike të Kanadas, ishte në mesin e pjesëmarrësve në ngjarje, por u largua disa minuta përpara se të arrinte automjeti. Incidenti vjen vetëm pak kohë para zgjedhjeve federale që do të zhvillohen të hënën. Kaq për këtë edicion, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.